Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Më herët kemi përmend disa prej shkaqeve të mospajtimit të dietarëve në çështje të fikut. Kemi trajtuar këtë çështje që kanë të bëjnë me ardhin e haditheve tek dietarët, konsiderimi se është hadithi sakt apo jo, dhe çështjet e tjera që lidhen me këtë tematikë, domethënë vërtetësinë e lajmit, edhe dyta pastaj që ka të bëjë me mënyrën e leximit të teksteve. Kemi përmendur disa çështje, pastaj do t'i përmendem edhe në vazhdim disa prej arsyeve të tjera të mospajtimit ndërmjet dietarëve. Arsyeja e radhës është kur vjen më shumë se sa një argument për një çështje të caktuar, mirë po këto dy argumente ose më shumë se sa një argument 3, 4 më shumë, janë në shikim të parë shihen ose në vështrim të parë shihen si kontradiktore në mes vete. Pej menhexhet, pej metodologjisë e ahlusunetit, qoftë në çështje të akidet, qoftë edhe në çështje të fikut, është që kur të vinë, domethënë tekste të caktuara rreth një çështje, mi mbledh të gjitha tekstet, pastaj edhe mi bashku ato, mos me shiku vetëm me një sy ose mos me bë selektim në tekste. Dhe pra ka mundësi me ardhur më shumë se sa një tekst, edhe në shikim të parë ose në vështrim të parë ndodh që me kon një tekst, një tekst në kontradikt me tekstin tjetër, dhe për shkak kësaj pastaj edhe dietarët kanë mospajtimin mes tyre se çysh mi kuptu këto tekste, çysh mi harmonizu në mes tyre. Disa prej këtyre kemi përmendur edhe kur kemi fol në kapitullin e pastërtisë për disa prej çështjeve, për shembull kur kemi trajtuar çështjen se a prish abdesin prekja organit gjenital pa ndonjë pengesë, pra drejt për drejt apo jo, kemi përmendur se kanë ardhur tekste të ndryshme. Për këtyre është hadithi Busrat bin Safwan, men massa dhakarahu falyatawadda, kush e prek organin e tij gjenital atëherë le të merr abdes. Që do të thotë ka ardhur në mënyrë urdhërore që obligon marrjen e abdesit për shkak të prekjes së organit gjenital. Ndërsa në anën tjetër është hadithi Talq ibn Ali, në të cilën përmendet se ai ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë ai që ka qenë duke e ndërtuar domethënë mesxhidin e tij, xhamin e tij, domethënë në fillim të hijretit, dhe ka pyet se rreth një njeriu i cili e prek organin e tij gjenital duke qenë në namaz, a prish abdesin apo jo, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se inna ma huwa bad'atun mink. Domethënë që ajo është pjesë e jotja, dhe për shkak të këtyre dy haditheve ka edhe mënyra të ndryshme të harmonizimit. Disa ka marrë hadithin e parë, disa hadithin e dytë, për këtë arsye disa prej dietarëve thonë se prekja organit gjenital e prish në përgjithësi, të tjerë thonë nuk e prish, dhe disa i mundu me harmonizu duke thonë se prekja organit gjenital në qoftë se ndodhet me hapsh e prish, në qoftë se ndodhet pa hapsh nuk e prish. Domethënë çështja është që ta tregojmë, domethënë arsyeën e mospajtimit, domethënë kur vinë argumente të ndryshme dhe në shikim të parë, në vështrim të parë duken si kontradiktore. Këtu hen edhe ajo çështja edhe këto kemi trajtuar, vetëm për përmendje si shembull, kur kemi folur në çështjen e rregullave që kanë të bëjnë ose apo mirësjelljen ose etikën e hyrjes në banjë. Dhe këtu kemi përmendur se një njeri i cili e sheh veten që është drejtu ka kiblja, apo më drejtu ka kiblja, dhe nuk ka vend për shembull gjatë qëndrimit të tij në banjë kur është në ndërtesë ose në shtëpi, apo më kthy ka kibla apo jo. Kemi përmendur se ka mendime të ndryshme të dietarëve, disa kanë përzgjedh një mendim që nuk bën asesi me u kthy drejt kiblës, as me kthy shpinën kiblës, duke u mbështetur në hadithin e Abu Ayyub al-Ansarit. Disa të tjera kanë marrë një hadith tjetër, domethënë hadithin e Abdullah ibn Umerit, dhe domethënë kanë qëndrime të ndryshme. Domethënë qëllimi me këta dy shembuj është me sqaruar se për arsyeve të mospajtimit të dietarëve është se nga një herë vijnë tekste të ndryshme, qoftë nga Kurani apo Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në shikim të parë duken si kontradiktore, dhe dietarët pastaj kanë mospajtime se çysh më harmonizu këto tekste. Prej shkaqeve të mospajtimeve të dietarëve është edhe shkaku i radhës që është se nga një herë dietar kanë mospajtime në mes tyre, dhe mospajtimi rrjedh në domethënë si pasojë e mospajtimit të tyre në çështje të usul fikut, në rregulla të usul fikut.
Së pari shkurtimisht ka është usul fikut dhe pastaj për me sqaru një shembull, do ta marr vetëm një shembull për me ilustru. Usul fiku është një shkencë e rëndësishme e cila ka të bëj ose i studion i trajton çështje që ka të bëj me ato se çka konsiderohet argument dhe çka nuk konsiderohet argument. Tek dietarët e Ehlusunnetit tri janë argumente kryesore: Kurani, Suneti edhe Ixhmai. Te shumica dënuese dietarëve edhe qiyasi, analogjia është argument. Mirë, po ka edhe argumente të tjera për të cilat dietarët kanë mos pajtimin mes tyre. Për shembull, medhhebi i sahabijut, fjala e sahabijut është argument apo jo. Pastaj legjislacioni e atyre pejgamberëve të mëhershëm është argument apo jo. Istihsani është një çështje, domethënë është argument apo jo, se nuk do të shëroj këtu se çka është istihsani, mirë, po Ixhmai i banorëve të Medinës është argument apo jo, urfi zakoni është argument apo jo, dhe disa prej çështjeve të tjera. Domethënë për disa çështje ka konsenzus se janë argumente, për disa nuk ka konsenzus se janë argumente dhe dietarët pastaj në saje, domethënë të mospajtimit të tyre rreth këtyre rregullave, si rezultat i mospajtimit të këtyre rreth këtyre rregullave, pastaj edhe kjo është përfaqet edhe në mospajtimin e tyre në çështjet të fikut. Por edhe usul fiku studion edhe mënyrën e kuptimit të tekstit. Për shembull, janë disa tekste ku në ato ka ardhur diçka në formë urdhërore dhe dietarët pastaj edhe kanë mospajtime në tyre se çka mënyra urdhërore a shkakton që ose obligon tjetrin me vepru një çështje të tillë, më thonë në formë të prerë, që do të thotë se kur ka ardhur një çështje në mënyrë urdhërore, a nuk kuptohet se ajo që ka përfituar prej saj është obligim apo është mustahab, edhe në anën tjetër ana ndalesave, do të thonë ka ardhur forma e prerë e ndalesës në ndonjë tekst që nga Kurani apo Suneti i pejgamberit alayhis salam, ajo është kjo haram apo vetëm është mekruh. Pastaj edhe për shembull vetë në urdhën do thonë se për këtë urdhë a lejohet me shtyp për ma vonë, a duhet me vepru aty për aty, edhe shumë çështje të tjera që dietarët nganjëherë kanë edhe mosmajtime ndërmjet tyre në çështje të rregullave të usul fikut. Dhe domethënë si rezultat i mospajtimit të tyre në rregulla të usul fikut ka ardhur edhe mospajtimet e tyre në çështje të fikut. Ka marrë një shembull për me ilustru, edhe ky shembull ma mërmendje që është pak më i lehtë se me i trajtu ose me i përmend shumë shembuj të tjerë të cilët domethënë mësojt e tyre, domethënë dietarët ose mësojt e tyre rregullave, mospajtimit të tyre rreth atyre rregullat të usul fikut kanë dikush që me pas mospajtime edhe në çështjet të fikut. Disa prej tyre janë pak më ndërlikume dhe kërkon trajtim më gjatë, po vetëm do ta marr një shembull. Për këtyre medhhebi i sahabijut ose fjala e sahabijut. Kur një sahabi e thot një fjalë ose vepron një vepër dhe nuk e ka transmetuar atë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë a merret për argument apo jo? Së pari, për me ardhur me shpjegu këtë, themi se fjala e sahabijut ose veprimi i ndonjë sahabijut mund me kategorizu në 4 kategori. Me ndonë në 4 kategori. Kategoria e parë, kur e thot një sahabi ndonjë fjalë të tij dhe ku në atë, domethënë në atë çështje flet për diçka për të cilën nuk mundet të fut logjika aty. Për shembull flet për ditën e Kiametit ose flet për shenjat e Kiametit. Atëherë të gjithë dietarët kjo konsiderohet argument, edhe pse ka ardhur si fjalë e sahabijut, për arsye se kanë thënë se nuk ka mundësi me thonë sahabiu nga vetvetja e tij, padyshim se ka dëgjuar një çështje të tillë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe marrin për bazë. Pra nuk hin këtu kjo çështje, nuk hin ato që kanë mospajtime ata dietarët se a është medhhebi sahabijut argument apo jo. Kategoria e dytë është kur vjen një fjalë një sahabijut, mirë po ka ardhur një sahabi fjalë e një mendim e një sahabiu tjetër dhe ata kanë folur, kanë trajtuar një çështje për të cilën ka hapësirë me pas më shumë se sa një mendim. Do thonë në çështje të fikut, ku dikush për shembull ka dhënë mendim ban, tjetri ka thonë s'ban, ose tjetri ka thonë është i pastër, tjetri ka thonë është i papastër. Ktu medhhebi i sahabijut, fjala e sahabijut nuk merret parasysh. Nuk merret parasysh se të dytë e kanë nga një mendim dhe përderisa të dytë kanë nga një mendim, atëherë nuk merret parasysh se s'mund me marrë të farë mendimin e njërit
duke refuzuar mendimin e tjetrit kur të dytë janë sahabi dhe të dytë janë dietar. Çështja e tretë ose kategoria e tretë kur një sahabi e thot një fjalë, pastaj përhapet ajo fjalë dhe ka të bëjë me një çështje ku ka hapësirë për mendim ndryshe. Dhe nuk e kanë kundërshtuar asnjëri prej sahabive të tjerë. Thot një fjalë dhe të gjithë, domethënë, e dinë që fjalët e tij, asnjëri prej sahabive të tjerë nuk e ka kundërshtuar, por ajo fjalë ose mendim është i përhapur. Atëherë tek dietarët kjo quhet ijma sukuti, domethënë konsensus i heshtur dhe ka mos pajtim a konsiderohet ijma apo jo, apo konsiderohet vetëm argument. Po edhe kjo nuk hin ato që po dojnë me trajtu. E ajo fundit që po dojnë me trajtu, që ka mos pajtimin ndërmjet dietarëve, është kur një sahabi, një prej sahabëve, qoftë Abu Bekri radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu, Aliu, Uthmani, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Omeri, Gjabiri, e kështu me radhë prej sahabive të ndershëm, e ka thonë një fjalë. Nuk është për hap edhe aq shumë, po nuk njihet që dikush e ka kundërshtuar një mendim të tillë. Domethënë e ka thonë një fjalë rreth një çështje të caktuar të fikut. Nuk është për hap, por edhe nuk dim që dikush tjetër prej sahabive ka kundërshtuar një çështje të tillë. Atëherë, sa i përket kësaj çështje, domethënë dietarët kanë mos pajtime se a pranohet me dhëbi sahabijut apo jo. Dhe dietarët, domethënë shumica dietarëve pranojnë me dhëbin e marrin për argument me dhëbin e sahabijut, shumica dietarëve, ndërsa tek Shafiut nuk merret për bazë. Kjo vetëm si një hyrje dhe pastaj prej çështjeve që ndërtohen mbi këtë ose që lidhen me këtë kush përfaqet ajo mospajtimi dietarëve rreth mospajtimit të tyre rreth me dhëbit të sahabijut se a është i argumentohet me ta apo jo, është çështja e sajdatul tilawa. Domethënë sejdja e leximit të Kuranit. Dihet se në Kur'an janë 14 tek disa prej dietarëve konsiderohet 15 tek dikush 13, mirë po në mushafin që kemi ne, domethënë janë 14 sejdë të Kur'anit. Nëse një njeri e lexon një sejdë të tillë, qoftë në namaz apo jashtë namazit, a ka për obligim me bëj sejdë apo jo? Këtu dietarët kanë dy mendime. Mendimi i parë është se njeriu i cili e lexon sejdën tilawa, sejdën e leximit të Kuranit, atëherë kanë thënë se e ka për obligim me bëj sejdë. Nëse nuk bën sejdë, atëherë ka gjuna, merr gjuna. Këta janë dietarët Hanefi dhe disa prej dietarëve të tjerë. Dhe kanë argumentuar me shumë prej teksteve kuranore ku njeriu është urdhëruar aty me bëj sejdë. Për shembull, për këtyne është fjala e Allahut azza wa jalla, edhe zakonisht në disa prej këtyre ajeteve kuranore ku është përmendur sejdja, ka urdhër dhe urdhëresa për me bëj sejdë. Për shembull, wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib ka urdhër dhe bëj sejdë dhe afrohu tek Allahu azza wa jalla, ka urdhër në formë urdhërore. Fasjudu lillahi wa'budu ka urdhër në formë urdhërore. Bëni sejdë Allahut azza wa jalla dhe adhuroni vetëm Allahun azza wa jalla. Po ashtu fjala pejgamberit, fjala Allahut azza wa jalla, fama lahum la yu'minun wa idha quri'a alayhim al-Qur'anu la yasjudun. Çka kanë ata që nuk besojnë dhe kur t'ju lexohet aty në Kur'ani nuk bëjnë sejdë, domethënë i ka qortuar ata të cilët nuk bëjnë sejdë kur ju lexohet aty në ndonjë pjesë e Kur'anit dhe nuk bëjnë sejdë ata, është ka ardhur qortimi. Ka thënë qortimi mund të marrë vetëm për çështjet për të cilat ka në to, domethënë ka në to lënie të detyrimin, lënie të një obligimi. Ndërsa xhumhuri, shumica e dietarëve kanë thënë se sejdja, bërja sejdës është sunet dhe kanë argumentuar me një fjalë sahabijut. Domethënë me fjalën ose me veprën e Omerit radhiyallahu anhu, se Omeri radhiyallahu anhu një herë ka qenë në minber dhe ka lexuar një ajet të sejdës dhe pastaj ka zbritur në minberit dhe ka bërë sejdë dhe kanë bërë sejdë ata njerëzit bashkë me ta. Në një hutbë tjetër ka lexuar një ajet të sejdës dhe ata janë përgatit xhamati me bë sejdë bashkë me Omerin radhiyallahu anhu, mirë po ai ka thënë qëndroni të qetë se Allahu nuk e ka bërë detyrim përveç nëse duam. Edhe nuk ka bë sejdë. Nuk ka bë sejdë Omeri radhiyallahu anhu. Tash, domethënë argumentojmë me këtë fjalë të sahabijut apo jo? Dietarët Hanefi kanë marrur atë pjesën e aty në ajeteve ku në to është përmendur forma urdhërore, dietarët e tjerë kanë thonë se sahabët më së miri kanë kuptuar Kur'anin dhe kanë kuptuar që bërja e një sejdë të tillë nuk është obligative dhe kanë argumentuar me dhëbin e sahabijut.
Nuk është qëllimi që me kallëzua është cili është mendimi më i saktë, mirë po vetëm qëllimi është me kallëzuar se njëri prej atyre arsye të mos pajtimit të ndërmjet dietarëve është mos pajtimi e tyre në një rregull të caktuar të usul fikut dhe kjo pastaj edhe shpërfaqet edhe është rezultati i kësaj edhe mos pajtimi i tyre në çështje të fikut. Po ashtu edhe mund me përmend një shembull të thjeshtë, domethënë ka ardhur ajeti kuranor në surën Al-Baqara ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. O ju që keni besuar, nëse keni borxh deri në një afat të caktuar, shkruajeni atë. Ka në formë urdhërore. Me shkru, domethënë afatin e borxhit, kur vjen ke marrë për dikujt ndonjë borxh, atëherë në kuptim për ajetit që e kiu për obligim me e shkruat borxh. Nëse nuk e shkruan, atëherë njeriu bën gjina. Shumica dietarëve kanë kuptuar që kjo ajet kuranor edhe pse ardh në formë urdhërore, mirë po kjo formë urdhërore e ka kuptimin e preferencës, domethënë që është mustahab një vepër aty, për arsye se kanë thënë se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë marrë borxh, mirë po një pjesë e tyre nuk i ka shkruar borxhet e tyre. Dhe për këtë arsye kanë thonë kuptimi i ajetit është se ka ardhur në formë urdhërore, mirë po e zbret atë rangun e detyrimit të formës së prerë në formën jo të prerë, që në kuptohet se një gjë e tillë është mustahab. Përderisa dhahirit për shembull kanë marrë mendimin që shkrimi i borxhit është obligativ. Domethënë këtu ka mos pajtimi ndërmjet tyre se kjo forma urdhërore është në kuptim se është vajib apo është domethënë mustahab. Kjo është domethënë çështja që kishte të bëjë me mospajtimin e dietarëve rreth rregullave, rreth disa prej rregullave të usul fikut dhe pastaj kjo si pasojë kësaj edhe ndodh edhe mospajtimi, ka ndodhur mospajtimi i tyre në çështjet e fikut. Si shkak tjetër e mospajtimit ndërmjet dietarëve është kur nuk ka në çështjen e caktuar ndonjë argument qoftë nga Kurani apo Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dietarët pastaj bojnë ijtihad. Domethënë ka argument. Nëse shikon në Kur'an nuk gjen ndonjë argument. Nëse shikon Sunet nuk gjen ndonjë argument. Nëse ka ijma, s'ka ijma. Atëherë dietarët bojnë ijtihad, përpiqen me këshir, me ia dhon, domethënë një gjykim të caktuar, secili pastaj përdor mënyrat e vetë duke u mbështetur në qiyas ose rregulla të tjera të përgjithshme. Për shembull, për me ilustru, gruaja e atij i cili është humb ose gruaja domethënë atij i cili ka humbur në një luftë ose i pagjetur tek ne që thuhet, domethënë të pagjetorit. Hala ka njerëz, domethënë të cilët llogariten si të pagjetur. Ende ka njerëz, domethënë mas 25 vite pas përfundimit të luftës, ata konsiderohen të pagjetur dhe nuk dihet sa a janë të gjallë apo janë të vdekur. Tash gratë e tyre, sa duhet me prit për më konsideru ajo ende gruaja e tij apo ka një limit caktuar nëse përfundon atëherë ajo nuk konsiderohet gruaja e tij, mirë po lejohet pastaj më martu me dikon tjetër. Domethënë dietar kanë debatuar rreth kësaj çështje. Domethënë personi i zhdukun, gruaja e tij sa duhet me prit. Nëse vim të ajetet kuranore nuk gjejmë ndonjë ajet kuranor. Nëse vim të hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk gjejmë ndonjë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as nga ijma'i. Atëherë dietarët kanë mos pajtime. Disa prej dietarëve thonë duhet me prit 1 vjet. Mos 1 vjet thonë pret edhe 4 muaj edhe ditë, që konsiderohet me mbajt zi për burrin e saj që ka në Kur'an, domethënë ihdad që quhet. Duhet me prit 1 vjet. Disa prej tyre kanë thonë 4 vjet. Disa prej dietarëve ka thonë qëndron ajo mbetet gruaja e personit në fjalë derisa të jetë e sigurt se ai ka vdekur apo nuk ka vdekur. Mirë po ka edhe një mendim tjetër prej dietarëve që thotë kjo kthehet te vendimi i gjykatësit. Domethënë është gjykatësi fetar i cili është ai i cili përcakton se a ka vdekur apo jo, e konsideron si të zhdukurin, e konsiderohet se të vdekur. Mirë po edhe i gjykatësi i cili e konsideron një çështje të tillë, për shembull ose persona e tillë të zhdukur, mbështetet në shumë argumente, për shembull pe aty në argumenteve që mbështetet gjykatësi është për shembull se rrethonet e zhdukjes, a është udhtim,
a ka qenë një udhëtim i rrezikshëm, ka qenë gjendje lufte, udhëtim tregtar në det ose diçka tjetër. Masanej edhe teknologjia moderne, domethënë, cilat ndihmojnë edhe me zbulu lajmin e tina. Krejt këto janë që i merr parasysh ai gjykatësi dhe pastaj cakton vendimin. Pra, dietarët pse kanë mos pajtime se nuk ka diçka të caktuar. Dhe secili është mundu, më mbështet te dikush ose te ndonjë mendim dhe për me përcaktuar se mbetet ajo gruaja e personit të zhdukur, domethënë e vjertë, asanej as këndej. Domethënë përderisa nëse përcaktohet që deri në një moment caktuar, është një kohë caktuar ku mundet me konsideru veten që është ende gruaja e filonit, pastaj kur kalon ai element atëherë konsiderohet që domethënë i ka përfunduar ajo periudhë dhe konsiderohet më që nuk është gruaja e tij dhe lejohet më martu atëherë. Pra krejt këto që i përmendëm më herët janë disa prej shkaqeve të mos pajtimit ndërmjet dietarëve. Është edhe shkaku i fundit se nganjëherë dietarët kanë mos pajtim ndërmjet tyre në arsyet e lejesës apo ndalesës së një çështje. Për shembull, ka ardhur një argument në fe. Një argument i caktuar për një çështje të caktuar se është e lejuar apo ndaluar. Dhe mbas të përcaktimit ose nxjerrjes së arsyes, që në arabisht quhet illa arsyeja, shkaku i ndalesës, pastaj vinë edhe i krahasojnë çështjet e tjera me atë çështje për të cilën ka ardhur hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse qiyasi të shumica dërmuese dietarëve konsiderohet argument i fortë. Për shembull, për këtyre që vetëm përmendi si shembull, që dietarët kanë mos pajtime në rrsajet e mos pajtimeve se cili ka qenë shkaku apo cila është arsyeja e ndalesës së një çështje të caktuar. Për shembull, ajo që ka quhet riba al-fadl. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu edhe ka konsideru riba, kanë konsideru kamat në qovë se aja ka të bëj me 6 lloje të, domethënë 6 lloje ose të ushqimeve ose lloje të tjera. Domethënë e para për tyne është ari dhe argjendi, pra nuk lejohet me e ndërru ose me shit arin me argjendin përveç se në qovë se janë në sasitë e njëjtë dhe dorë më dorë. Në qovë se dëshiron dikush me ndërru arin e vjetër me arin e ri, nuk bën me dhënë arin e vjetër i cili është 20 gram për me marrë një ar të ri të 10 gram. Do të me konë sasia e njëjtë. Për ndryshe konsiderohet kamat. Mirë po kur kanë ardhur tek 4 çështje të tjera, atëherë këtu ka mos pajtimi ndërmjet dietarëve, sepse në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur el burru bil burri wa sha'iru bi sha'ir wal milhu bil milhi wat tamru bit tamr yadan bi yad aynan bi ayn faman zada wa istazada faqad arba. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend 4 çështje. Para për tyre është gruri me grur, elbi me elb, kripa me krip, hurma me hurm, dorë me dorë, edhe sasia do të jetë e njëjtë. Domethënë nëse dëshiron me ndru ose domethënë një sa që quhet domethënë hurma me një sa me hurma. Jo me një sa me 2 sa. Domethënë sa është ajo nësia vëllimore. Domethënë 2 kg diçka, 2 kg me diçka, ose dikush rrafshon 3 kg, por aty 2 kg e diçka është sa, domethënë nuk lejohet që me ndërru një sa hurma të vjetra me një sa ose 2 sa të hurma të vjetra me një sa hurma të reja. Për arsye se kjo konsiderohet kamat dhe për me ikë për kësona do të me konë 2 sa domethënë të njëjtë. Jo, njëri me konë 2, domethënë njëri me konë 2 sa, tjetri me konë një sa. Këtu ka ardhur, domethënë është jemi përmend të katërta. Tash dietarët janë mënu me gjet illetin, shkakun, arsyeën e ndalesës. Pse në këto që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, cila është arsyeja? Disa prej dietarëve kanë thënë se arsyeja është se këto janë që maten me mas vëllimore. Maten me mas vëllimore dhe kanë thënë se çdo gjë që matet me mas vëllimore apo edhe duke lidhur me ato me arin dhe argjend, që matet edhe me gram, atëherë aty ndodh kamata. Domethënë sipas këtyre dietarëve, pa më parasysh a është ushqim apo nuk është ushqim, domethënë nëse ti për shembull
lesh, pambok, hekur, diçka tjetër, nuk bën me ndrru ose me shit hekurin, përveç se nëse është i njëjtës mas. 1 kilogram e 1 kilogram nuk bën më shumë, sepse domethënë kanë thonë që është mas vëllimore. Disa prej dietarëve kanë thonë se është qëllimi i përmendjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këtyre është se al-iqtiyat wal-iddikhar. Domethënë këto janë ushqime edhe merren ushqime domethënë të deponuara, që njeriu zakonisht i deponon për arsye se grurin, elbin, edhe domethënë temër është hurma e cila është e thatë. Nuk është ajo hurma njohur që quhet rutab. Dhe kjo qëndron në periudhë të gjatë. Kanë thënë te Malikit për shembull është që çdo ushqim i cili deponohet, atëherë në ato ndodh kamata. Përndryshe nëse nuk është ushqim i cili deponohet, sigurisht se frutat e ndryshëm, perimi, atëherë nuk ndodh kamata në to. Disa dietarë kanë thënë at-tom. At-tom domethënë është diçka që ka hahet. Pa marrë parasysh është është perimi, që është mendimi i Shafiive. Disa e kanë bëu bashk, domethënë se qëllimi është diçka që ka matet, qoftë me gram, domethënë me gram apo me mas vëllimore, por do të jetë diçka që ka hahet, që është ushqim. Po qëllimi është nuk është qëllimi me kallëzu se është mendimi më i saktë, mirë, po dietarët domethënë kanë mos pajtimi rreth arsyeve të shkaqet të ndalesës apo të lejesës së diçkahet, dhe në kësaj pastaj edhe kanë mos pajtime në ndërmjet vete rreth çështjeve të caktuara. Ne i marrim këto si shembull, edhe pra shihet që dietarët, domethënë kanë përdorur metoda të ndryshme, rregullat usul fiqhut, prandaj ijtihadi, domethënë mënyra për me ardhur te një konkluz nëpërmjet shikimit ose vështrimit të argumenteve të fesë, nuk është edhe proces i lehtë. Nuk është për të gjithë njerëzit, bile edhe nuk është edhe për një pjesë të hoxhallarëve, domethënë të cilët nuk e kanë studiuar thellë. Kjo është për mustahidat, për tjerë dohet që njerëzit e tjerë të pasojnë dietarët në ato që kanë thonë ata, mundu me i kuptu, domethënë shkaqet e mospajtimit të tyre, mundësisë ndoshta të dikush ndoshta është ajo çështja që mundet me arrit me përzgjedh ndonjë mendim të tyre, mirë, po dietarët e vërtet janë ata, domethënë mustahidat, dietarët e mëdhej, dhe atyre domethënë ju takon me bë ijtihad, jo njerëzve të thjeshtë, jo njerëzve të cilët nuk e dinë as gjuhën arabe, as rregullat e usul fiqhut, as shumë çështje të tjera, nuk i kanë mbledhur të gjitha argumentet, dhe pastaj dëshirojnë me dalë me një konkluz, për shembull, edhe me thonë se kjo është e lejuar apo kjo është e ndaluar. Këto janë disa prej arsyeve të domethënë të mos pajtimit ndërmjet dietarëve. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.